Ditë plot takime në Washington me miq, me partner, Departamentin e Shtetit, Kongres dhe në Senat, duke u fokusuar në 3 element kryesor. Së pari, nuk ka asnjë proces transformues për Shqipërinë ashtu si procesi i integrimit. Dhe ky është prioritet jo vetëm i Shqipërisë, i Ballkanit Perëndimor, po tashmë edhe i partnerëve tanë, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Së dyti, që ky proces të realizohet dhe të ndodh, duhet që të ketë një luftë pa kompromis ndaj korrupsionit, me një strategji të qartë, me vullnet politik, po ajo që është më e rëndësishme, me një sistem që funksionon, që lejon kontrollin dhe balancën. Dhe së treti, ekonomia. Shqipëria fatkeqësisht është mbrapa vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe shumë larg mesatares së rajonit, qoftë në investime, qoftë në të ardhura. Ne duhet bëjmë çdo gjë që në këtë proces të transformojmë jetën e çdo qytetari. Të realizojmë reforma ekonomike, të mbështesim biznesin, të luftojmë për çdo investim tuaj, për çdo vend pune, për ta bërë Shqipërinë një vend atraktiv. Këto nuk mund të ndodhin nëse nuk ka vullnet politik.